Pas daljes nga Big Brother VIP Albania 4, Valbona i thot të gjitha. Valbona Mjilli ka lënë përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP 4 e ajo e ftuar në një studio televizive ka folur për rrugtimin e saj në këtë reality show. Gjithashtu Valbona ka komentuar edhe banorët që janë aktualisht në shtëpinë e Big Brother VIP 4. Ish banorja ka habitur kur ju përmendte emri i Gertës, për të cilën tha: "Kush është kjo?" apo Danjën që tha shkurt Barbie. Komentet e Valbonës për banorët e Big Brother VIP 4. Gjestin e kam shumë xhan, e dua shumë fort. Është një djalë i mrekullueshëm, ka një zemër shumë të mirë. Mua më ka ngacmuar fort. Në kohën kur ka ardhur Gjesti, ai e dinte se Prajmet i kapte Bona e më kishte thënë se do të ndjek dhe nuk do të lë rehat në këtë shtëpi dhe atë gjë bëri. Më ndoshi për javë të tëra, u mundua të më prekte aty ku mua më dhem, të gjërat e mia familjare që i kisha për zemër. Mori fotografin dhe e grisi pastaj kapelen e babit. Por ishte ai Gjesti që bënte këto veprime dhe pastaj vinte e thoshte, po të shoh të mërzitur dhe do e heqim bashk. Më ka bërë të qaj, por edhe të qesh, të marr një kënaqësi të madhe nga Gjesti. Kohët e fundit i kam kaluar me të. Rozana Radi është dinake e madhe. Gerta, kush është kjo? Nuk e mbaj mend fare. Për mua nuk ka ekzistuar ndonjëherë në shtëpi. Loredana është një vajzë lozunjare shumë e këndshme. Më vjen mirë që e tregoj atë Loredanën që donte të tregonte. Danja Barbie. Aldo skuth, është pak skuth. Jozi është zemër. Jozi ka qenë zemra e shtëpisë që ka sjellë shumë art dhe na ka bërë të gjithëve të këndojmë, të qeshim, të kërcejmë, të qajmë, edhe na ka sjellë atmosferë në shtëpinë e Big Brotherit. Eglit, i duhet shumë punë, erdhi në Big Brother për të gjetur veten që kishte lënë kur hyri, por me thënë të drejtën, edhe ato që mendon që e ka kanë përshtypjen se do ta lërë në shtëpi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.